Në Litarin tani në Kosovë, autoritetet e sigurisë thanë se gjendja në veriun e vendit është e qetë, ndonse rrugët kryesore që çojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë vazhdojnë të mbeten të bllokuara nga banorët serb. Përfaqësuesit e tyre thanë se nesër do të vendosin për largimin e tyre si pjesë e marrëveshjes së arritur me KFOR-in për tejkalimin e situatës në veri. Ndërkohë, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje si Prishtinës dhe Beogradit që ulin tensionet dhe të mos u mbasin mundësinë për afrimit në strukturat e BE-s. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheu. Edhe 3 ditë pas marrëveshjes së arritur nga KFOR-i me qeverinë e Kosovës dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë, nuk ka filluar zbatimi i pikës së parë të saj që nënkupton menjanimin e bllokadave të vendosura në rrugët kryesore në veri nga banorët serb. Përfaqësuesit lokal të serbëve thanë se nesër në mesditë do të vendosin lidhur me largimin e tyre. Ky qëndrim u bë ditur pas një takimi që mbrëm është zhvilluar në Beograd ndërmjet presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe përfaqësuesve të serbëve në veri, të cilët thanë se janë pajtuar për ruajtjen e qetësisë dhe qëndrueshmërisë në veriun e Kosovës, ndërsa i kanë bërë thirrje pranisë ndërkombëtare që të respektojë siç thuhet rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Autoritetet e sigurisë thanë se gjendja në veri është e qetë ndërsa ende nuk ka filluar zbatimi i marrëveshjes për largimin e bllokadave, duke u bërë thirrje qytetarëve serb që të respektojnë marrëveshjen. Thirrje të tilla janë bërë sot edhe nga Bashkimi Evropian, zyrtarët të cilët thanë se është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi të bëjnë gjithçka që të qetësohet situata e tensionuar dhe që post-tjerash të largohen barikadat nga veriu i Kosovës. Ndërkohë Britania dhe Gjermania u kanë tërhequr vërejtjen Serbisë dhe Kosovës se i dëmtojnë gjasat e tyre për integrim në Bashkimin Evropian nëse lejojnë vazhdimin e tensioneve etnike përgjatë kufirit të tyre. Në një deklaratë të përbashkët të botuar në të përditshmën gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle dhe ai britanik William Hague thonë se Serbia dhe Kosova duhet të gjejnë zgjidhje diplomatike që i njeh kufit e Kosovës, e përmirëson jetën e secilit dhe të dy shtetet i vënë në rrugë të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Këtë qëndrim pritet ta transmetojë në Prishtinë gjatë kësaj jave ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, i cili pritet të qëndrojë në Kosovë, duke u bërë ministri i parë i Bashkimit Evropian që viziton vendin pas shpërthimit të trazirave në veriun e Kosovës. Qetësia u rivendos në veri me një marrëveshje mirëkuptimi të arritur nga KFOR-i me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të Serbisë. Sipas kësaj marrëveshjeje që nuk është nënshkruar nga askush, vendkalimet kufitare me Serbi në veriun e Kosovës do të mbeten nën kontrollin e KFOR-it deri nga mesi i muajit shtator, kur pritet rifillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.